Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për njerëzën më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhis salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati i dashur, të dash dita e xumat, dita më e mirë e javës, andaj ne i lutemi madhështisë së tij, sepse Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë kul uduni astajib lakum, ka thonë më thirrni, më bani mu dua, unë ju përgjigjem. Andaj në këtë ditë xumaje lutim Allahun të ban kabul namazën e xumas. Lutim Allahun e mallnueshëm që të semurët tanë të i shëron, të vdekurit tanë të i mëshiron, atyre të abanë varët një kopsh nga kopshet e xhennetit. E lutim Allahun e mallnueshëm neve të na mbron nga azabi i varrit, të na mbron nga shoqëria e keqe, e të na ruan dhe të na mbron nga borxhet e mbi gjitha xhamat. E lutim Zotin që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me u kon duke e thonë me zemër dhe me bindje la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, amin. Xhamat, jemi në vazhdim sipër të shpjegimit të hadithit të pejgamberit tonë alayhis salam. E sot është nëse të kërkon këshill, këshilloje. Kjo pjesë e hadithit pejgamberit tonë alayhis salam, xhamat, është prej shkaqeve për përmirësimin e vllazërisë, dhe se herët që njeriu pra të kërkon këshill dhe ti tjetrit i jep këshill, ti je i bindur se edhe më tepër shtohet respekti, edhe më tepër shtohet dashuria mesin e besimtarëve. Prandaj, përderisa përmendet këshilla, atëherë ajo i ban dobi atij dhe ajo është argument se ti je interesuar për ta pa atë qetrin pra në gjendje edhe më të mirë, ta shohish ashtu siç e sheh veten mirë e më mirë. Prandaj na do të përmendim disa thënie të dietarëve, kuptohet edhe hadithet pejgamberit tonë alayhis salam në lidhje me këshillën dhe ai i cili të kërkon ti këshill. Ibn Taymija, një prej dietarëve të mëdhej të dinit ton, ka thënë kështu: gjëja më e madhe me të cilën është adhuruar Allahu xhaleshanuhu është këshillimi i krijesave të tij. Kështu ka thënë: gjëja më e madhe me të cilën është adhuruar Allahu i mallnueshëm është këshillimi i krijesave të tij. E Allahu thot: e kush është më fjalë mirë, ajet kuranor, e kush është më fjalë mirë se ai që thërret në rrugën e Allahut, vepron pra punë të mira dhe thot: unë jam prej muslimanëve. Do thot, këshilla këtu xhamat nuk ka të bëjë ekskluzive vetëm për filanin ki këshillon. Këshilla përfshin gjithë besimtarët, kush secili, sipas mundësisë, sipas kapacitetit që ka, sipas njohurisë, në takim me njërin tjetrin, do thot, sipas shumë shkaqeve dhe rrethanave që duhet pra të merren dhe ta këshillosh pra edhe tjetrin. Këshilla në Islam xhamat llogaritet prej gjërave më të mëdha të fesë. Dhe se muslimanët, kuptohet, ka një rast kur ja kanë dhënë besën Muhamedit alayhis salam. Tregon Xherir bin Abdullah el-Bajali, thot: i dhash besën Muhamedit alayhis salam për faljen e namazit, për dhënien e zakatit dhe për këshillimin ndaj çdo muslimani. Këta ditë transmeton Buhariu dhe Muslimi. Sahabët i kanë dhënë besë pejgamberit tonë alayhis salam se kem për ta falë namazin, do ta japim zakatin dhe do ta këshillojmë pra secilin musliman. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, feja është këshill. Ka një hadith ku thot pejgamberi alayhis salam, haxhi është Arafati. A dinim pse këto dy hadithe i përmenda? Është shumë e qartë xhamat se nëse haxhiu nuk ka dalë në Arafat, nuk e ka kryer obligimin, pra e njëjtë është pra këshilla, është një prej shtillave kryesore të fesë. Sa që sahabët xhamat, shokët e pejgamberit tonë alayhis salam, në ndarje të shoqërisë e përkujtonin surën al-Asr. Aja ka të bëjë pra ajetet e fundit se besimtarët e këshillojnë njërin tjetrin për durim dhe e këshillojnë njërin tjetrin për ta këshilluar.
do thot i japin këshilla në durim dhe të njëjtën kohë me qëndru pra në të vërtetë. Këshilla xhamat gjithmonë duhet të jepet, por nëse të kërkohet, atëherë e ke obligim edhe më shumë që ta japësh atij. Pra këshilla në parim është pra obligative, kështu duhet kuptohet. Ama nëse të kërkohet, atëherë e kemi edhe më obligative. Pse xhamat e përmendim këtë? Sepse ai i cili ti të ka nal, ka kërku një takim, të ka zgjedh nga të tjerët, përmja ta ka kajt një hall dhe ti duhesh ta vlerësosh ata dhe mendosh se tani unë jam për njeriu i cili ka një hall, ka një dert dhe duhesh mundosh pra me përdor një strategji shumë të fortë dhe të mirë që ta bindesh me dhe ato këshilla që të japësh atij. Prandaj gjithmonë kur e këshillon, kur dikush kërkon prej teje, me ja thonë atij të vërtetën, ashtu siç është. E dita pa hatërmbetje, kërkove këshillë prej meje, s'ka më këtu met hatri apo nuk u met hatri, me fjalë qera, më konë shumë korrekt, pa lajka e pas bukurim fjalësh, por vetëm këshilloje me të vërtetën. Kërkove prej meje këshillë, kështu, pra me mikun, me shokun, me kushin, kush do qoftë, atëherë mos ban lajka e mos i ban qef atij, por thjesht shpreja nga zemra edhe gjithmonë prathuje atij të vërtetën. Vërtetësia e këshillës xhamat është që ta pranosh të vërtetën. Prej kujt do të qoftë thon ajo. Edhe ai që ta thot, edhe nëse ti e urren apo e ki kundërshtar, është mirë me pranu të vërtetën. Është mirë me pranu pra këshillën. Edhe ta pranosh normal, edhe ata pra që ti e don. Andaj xhamat, ne duam të vërtetën sigurisht. Edhe ata atë këshill neve kur të na jape, qofti vogël apo i madh. Po nëse është bilëm kanë shku dietar kanë thonë, edhe nëse viu nga miku dhe armiku, këto është shumë normal sepse urtësia është një gjë e humbur e besimtarit, kudo që e gjen atë e merr. Mundet me ta thonë një hasmi jot, ta thot pra një këshill, ata pranoje prej ti. Kjo nuk do të thotë se ta në ti ki bo me qasi me ta, por thjesht ta ka thonë ajo që është e mirë dhe në dobin pra tënde. Prandaj xhamat, duhet muslimani të kërkon këshill, që tash. Prej kujt duhet kërkojmë këshill? Prej njerëzve të mirë të cilët njihen me fenë dhe me devotshmërinë e tyre. Që kanë parim, e lejume dhe shumë e lavdrume me kërku pra këshill, për gabimet, për lëshimet që mujmë i pas, mirë po prej kujt, ai i cili pra është thjesht pra një njeri i fetar e i devotshëm. Prandaj, ka një rast kur Omer ibn Abdulaziz i ka kërku prej rojes së tij duke thonë, o Amr, nëse shen diçka devijum nga e vërteta, ka thonë, man gjet mu për gjoksi, edhe thum, o Omer, çfarë je duke bon? Omer ibn Abdulaziz xhamat, për me marrë me lexu e me ndëgju për jetën e tij, për arritjet e tij, për drejtësinë e tij që e ka pas, përsëri rojan që ata e ka shoqëru, roja që e ka shoqëru, i ka thonë atij, o Amr, nëse shet dikon që unë po gaboj, kam bon një lëshim, ka thonë ma në gjetë për gjoksi dhe thumë, o Omer, çfarë je duke bon? Këta e ka kërku pra edhe nuk i kanë ndje vetën absolut i nënçmum apo i poshtru. Prandaj xhamat, ku jemi sot na, edhe unë po i them vetës, edhe mendoj se shumica jonë, a jemi ata që na pranojmë këshillën. Në rend parë, ndoshta edhe kur e po themi dikujt një fjalë, po ja themi me lavdrime, po ja themi me zbukurimet e fjalës, ndoshta edhe nuk po burojnë nga zemra, sepse ndoshta po frigohemi e po trishtohemi se helbet mos po jet atij hatri. Prandaj
të jemi shumë kujdesshëm edhe shumë vetëdijshëm për rëndësinë që e ka pra dhënia e këshillës. Thot Hasan al-Basriu, ku do të ankohet, pra ku do të çaj hall muslimani nëse nuk ankohet tek vllau i tij musliman. Kështu ka thonë, ku do të ankohet, pra ku do të çaj hallin e tij muslimani nëse nuk ankohet nga vllau i tij musliman. Pastaj ka thonë, vërtet muslimani as pasqir e vëllaut të tij musliman. I vëren të metët e tij dhe i fal gabimet e tij. Kështu e ka përkufizu pra Hasan al-Basriu. Nga gjenerata e parë, kuptohet e selefeve, kur dikush takohin me qetrin i thoshte, o vëllai im, kështu i kanë thonë xhamat, kur janë taku shokët e pejgamberit tonë alayhis salam, ka thonë, o vëllai im, unë të gjitha të metët e mia nuk i di. Edhe nuk i shoh dhe nuk i di gjitha gabimet e mia. Nëse më sheh mirë, më urno, e nëse më sheh keq, më ndalo. Pra nuk ka shte mundur gjitha të metët, unë edhe ti dhe qëti personali na gjitha mi ditë. Ku kemi një të metë, ku kemi gabime dhe kemi lëshime, dhe shumë ashtë normale xhamat, shumë ashtë normale me i thonë një njerin që e ki për zemre, që do edhe ti e do ata, me i thonë, a kam do një gabim, a kam do një lëshim, nëse jam mirë, më ndimo pra me hecë të para, e nëse kam gabime e lëshime, atëherë çfarë i ka thonë ati, më ndalo nga i gabim. Kështu ishin xhamat ajo gjenerat në takimet e tire, ndërsa sot jo të gjithë kemi arritë që po e shohim një grimës në sirin e qetrit e nuk po e shohim diçka të madhe në sirin tonë. Edhe çka është më e keqja, po i gëzohemi gabimit dhe mëkatit të qetrit. Po i gëzohemi skandalit që mundet me ndodhë të qetri, edhe po e harrojnë na vetveten, edhe vense me na arë keq neve, po mundohemi me çdo kusht, me secilin me bën një mohabet. Filani e kish bën një mëkat. Filani kish bën çështo. Atëherë xhamat, kjo nuk ka një keqarrje, ka një gëzim, po them kështu gëzim, po shenë ti në thojza çish dush thuj, pse filani e pas ka bën çështo. Tu nuk ka më vllaznillëk mesin e muslimanëve, absolut. Kur dihet se pejgamberi Allahut ka thonë, feja është këshill. Abdullah ibn Mesudi thot, nëse e shihni vëllaun tuaj në ndonjë mëkat, mos u bëni ndihmës të shejtanit kundër tij. Nëse e shihni pra një vëllau tuaj në ndonjë mëkat, mos u bëni ndihmës i shejtanit në mëkatin që atë e bën. Duke thonë, o Zot dënoje, o Zot mallkoje. Kjo nuk është pra në rregull. Faktikisht po e ndihmojna një njeri, nëse e shohim dikan në ndonjë mëkat, edhe pastaj tu e bën dua, Zot dënoje, Zot mallkoje, gjithat nema tu ja dhon atij. Pra nuk është në rregull dhe ka thonë pastaj kërkoni për të falje tek Allah. Kështu Abdullah ibn Mesudi ka thonë, nuk është në rregull me bë dua kundër tij, por kërko falje tek Zoti për atë njeri. Prandaj na nuk mund ta dinë xhamat kush përfundon mirë, prandaj është mirë që kur ta këshillojmë dikan në xhamat, me bëm mend se me një fjalë që mundesh me ia thonë ti, me një takim shumë të shkurt vllaznor që e bani mes vete, e pastaj ai të largohet nga ai mëkat, të largohet nga ai gabim. Dhe kur i kthehet të së mirës, mendoje xhamat se sa të mira ai ka me bën dhe ti ka me të shkru se va pa aq mira sa ban ai. Këta mendoje xhamat. Mos ju gëzo kur mëkatit e gabimit që është duke bën ai, por mendoje të kundërtën. Mundohem ta këshilloj, ta sugjeroj, ti them fjalë të mira, e pastaj e të niset bëje punë të mira dhe mendoje gjitha ato sevape që ka me i bë, edhe ti kanë me të shkëru ato sevape. Kanë thonë një fjalë shumë interesante xhamat. Cila është ajo? Hazreti Osmani është një prej të mirave të Ebu Bekrit. Ka thonë kështu,
Hazreti Osmani është një prej të mirave të Ebu Bekrit. E pse xhamot? Hazreti Osmani me gjithë sakrificën e tij që kishte, me gjithë shpenzimin e tij që kishte bën, me gjithë xhihadin që kishte bën gjatë jetës së tij, me gjithë atë pozitë të lartë që e kishte tek Allahu, edhe te pejgamberi jon alayhis salam, e gjithë kjo pra është në peshon e veprave të mira të Ebu Bekrit. A dini pse xhamot? Sepse Ebu Bekri ata e kishte ftu në Islam dhe ishte udhëzu. Dhe mendoje xhamot, ndoshta na nuk kemi sot ditëve të sotit si Hazreti Osmani, po mundesh me pas një mik, një shok, një kushi, një kush do të qoftë, edhe mu konë përafërsisht i rangët të Hazreti Osmanit, e i dashur shumë tek Zoti e shumë të muslimanët. Dhe ai gjitha ato veprat mira që do i ban jetën e tij, ai ka për t'i marrë ato sevape sigurisht, po dhe ti kanë me të shkruar ato sevape. E sa mundet mu paskon ajo këshilla jote xhamot, ajo nuk do të kryerje fakulteti, e nuk do kryerje magjistrature, doktorature. Ti mundesh më konë t'jesh një njeri shumë i thjesht. Por që ajo këshilla që ka dalë nga zemra jote, nëpërmes gojës tone ka depërtuar në zemrën e tij dhe pastaj ai e kalon atë gabim, a distancu ai nga i gjuna dhe ka nis me bën mirë. Gjitha ato sevape kanë me të kthy edhe ti xhamot. Prandaj jo rastisht kanë thonë Hazreti Osmani është një prej të mirave të Ebu Bekrit. Prandaj xhamot, është mirë ne t'i vizitojmë pra vëllezërit tanë, mu përshëndet e mu njoftu e mu afëru. Pse bashkë kështu xhamot, nëse rrina në nërëksi njoni me qetrin, atëherë nuk do të kemi mundësi mu afëru e me kajt një dert. E kam një gajle, nëse ne nuk kemi të pajtu me zvete, ku do ta shpreh unë hallin që e kam? Hajde kallëzom. Nëse ne nuk kemi raportet mira me kushin, me farefisin, me mikun, me dajn, me kejt që to, vije pra barriere madhe për një gajle, për një dert na që mujna me pas. Ke pa ata që janë devijum, për fat keq edhe të muslimanat xhamot, ata interesohen kur nuk e ka një natë ati mrena. Çfarë bante pejgamberi jon alayhis salam xhamot, kur nuk e shit të dikan në xhami, namazën e sabat është interesu e ku mundet më konë pra filani. Pra me fjalë qera, vetë kjo fjali mu vizitu, e mu përshëndet, e mu afru, jep një sinjal të mirë se për dertin, për gajlet, për brengat, për problemet që i kemi, duhet pra se gjithashtu duhet të jemi të afër me zvete, edhe pastaj pra me akajt pra dikujt një gajle apo një dert që e kemi. Abdullah ibn Jezid ka thonë kështu, më ka thonë Bilali ibn Saad, më ka thonë se muslimani është pasqir e vëllau të tij. A mos shën ndonjë tëmet në çështjen time? Kështu pra transmetohet nga i pari dhe i diti, se Bilali i ka thonë atij pra, a mos shati diçka ndonjë tëmet në çështjen time. Prandaj xhamot, ai të bëmi real do njëherë e të bëmi si Bilali edhe ti themi ati që e do, ata që e dojnë na. Dhe i thua se unë ti du për Allah, e jemi shok, e jemi dashëmir, apo shet do një munges tek unë, dhe kjo vetë, apo shet do një munges do thot e kjeti për zemre dhe është ai i gatshëm me të dhonë për atë këshirë që duesh me pranu. Said ibn Jubair ka thonë, Allahu e mëshiroft atë person i cili i tregon të metët dhe gabimet e mia. Allahu e mëshiroft atë person i cili mi tregon gabimet dhe lëshimet e mia. Këtë doa pra e ka bon për atë njeri i cili a thot këto fjalë. Po ashtu ka thonë, një vëllah i cili çdo herë që e takon, të përkujton Allahun dhe të këshillon me diçka të mirë, është më i mirë se një tjetër i cili kur takon ti tale ka një dinar në dorë. Kështu është dinar, do thonë atë kohë, a kanë si monellë, si parë.
Një njeri I cili kur takohesh me ta, është më I mirë që ta jep një këshill, ta jep një sugjerim, ta jep edhe një kritik, absolut nuk duhet merret diçka negative, është më I mirë se ai I cili për shembull ta çet një kafe për çdo ditë, edhe ta bën rrafsht këtë ti dunjan. Pra kështu duhet mendohet ai I cili pra e don pra të mirën tënde. Prandaj xhamat, si përfundim, kur thot pejgamberi jon alayhis salam, nëse të kërkon këshill, këshilloje, pika e parë, ai që të kërkon këshill, ti të vlerëson, prandaj jepi këshill nga zemra. Ai I cili kërkon prej teje këshill, ti të ka vlerësu xhamat, të ka pasi një njeri I besueshëm, nuk e zbulon sekretin e tij, nuk I zbulon mangësitë që mundet mi pasaj në familje dhe një problem familjar. Dhe thot e kam një dert dhe ti po ta shprehi. Edhe ai ta kallzon këtë dertin dhe ti mundohesh ata me këshillu. Ma e në men xhamat, ato të vlerësu tije, ato të vlerësu. Të ka pasi një njeri I besueshëm, I sinqert dhe ti ata këshilloje nga zemra. Por asnjëherë xhamat mos e përhap atë mangësi, atë problem që e ka në familje mi kallzu pra qerve. Filani ma kajti mu një dert, filani mu ma kajti një gajle, edhe të pasaj me mu shkejt shoshni. Kjo nuk është në rregull xhamat. Ai të ka vlerësu dhe ti vlerësoje edhe jepe atë këshillën nga zemra. Pastaj, nga mirësitë e pranimit të gabimit është të falënderosh ata që ti të ka këshillu. Me falënderu ai I cili pra ka këshillu me gabimin që ki pas eventualisht. Të shohësh vetën I pagabueshëm është gabim. Ta marrmi si rregull xhamat. Me pa vetën I pagabueshëm është gabim. Unë me veten kam, kjo është gabim xhamat. Por duhesh ta pranosh faktin se gjithë kemi gabime dhe gjithë kemi lëshime. Nëse I ngul komt, edhe kthuese gabim apo gabim, çështu e kam vendos, është gabimi jot fatal xhamat. Ka me pas ajo pasoja te fëmijët, te shoshnia, te kojshia, te farefisi, edhe kështu me radhë. Pastaj marrja parasysh e pozitës dhe të autoritetit që përpiqet të korrigjoj tia, shumë e rëndësi pra xhamat. Me pas parasysh pozitën dhe autoritetin. Për shembull, mësuesi e këshillon nxënësin e tij. Prindi e këshillon pra fëmijën e tij. Ai që bën gabim duhet të këshillohet nga qetri. Ai që ka dyshime duhet I sqarohet atij xhamat. Ai që ka dyshime duhet me sqaru se ki do një gabim ti, Dhe ai që bën gabime me paramendim, po ashtu duhet të paralajmërohet. Pastaj xhamat, të mos synoj pra me këshillimin që japmin qetrit për buzën e qetrit. Asnjëherë mos u mendo, unë e kin se po e këshilloj ta nënçmoj e ta përbuzi, absolut nuk lejohet. Këshilla të jepet me shpirtin vllazëror e jo duke u tregu I ashpër ndaj tij. Këshilla xhamat të jepet pra shumë vllaznisht, shumë pra me shpirtin vllazëror e jo duke I tregu I ashpër. Kur të bëhet ajo të bëhet me dije, urtësi dhe argument. Po do t'i kanë me këshillu, përdore urtësit, përdore dijen dhe argumentin. Këshilla të jetë e fshehtë, është më e mirë xhamat, këshilla të jetë e fshehtë e jo në publik, vetëse nëse ka ndonjë dobi të sigurt. Atar kjo është edhe më së mirti. Saqë Imam Gazali xhamat në librin e tij Ihya Ulumuddin ka thonë kështu: edhe prindi kur e këshillon, kur e kritikon, qorton fëmijën e vet, nuk është në rregull dhe mirë dhe lavdrume me a bën para fëmijës qetrit, para vllavit apo para motrës, por thjesht e ndan veçmas dhe ata e këshillon. E ku metet pastaj për shembull në publik, njëri po do me këshillu dikan ama në Facebook ata.
Plus anë ati poshtë për shkru në kejtë followers, kejtë shka I ka, kejtë me pas e filonin e pas në këshilu. Kjo nuk është në rregull xhamat me bani një sen të tillë. Pastaj, gjatë këshillës të përzgjedhen fjalët më të mira dhe më të buta. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Kanë përmend pastaj dietarët, është mirë të përmendet një të vogël, sa do e vogël e mire që e ka ai, mja përmend atij. Mi thonë se këshire ti e ki që këtë mirësi. Le ta kuptoje se kras gabimeve e lëshimeve që I ka pas pra jetën e tij, që mund me ndodh, le ta ketë parasysh se ki mund pra të përmisohet. Prandaj shumë është me rëndësi me zgjedh fjalë të mira, me përzgjedh fjalë më të mira edhe më të buta. Pastaj një nga urtësitë e dhënies këshillës është me zgjedh kohën e përshtatshme për këshill. Me zgjedh pra kohën e përshtatshme për këshill. Këshilluesi duhet ta ketë parasysh se ndonjëherë mund të rëndohet, e mund të ofendohesh, e mund të shahesh. Edhe që to mund me të ndodhë xhamat. Dikan po do me këshillu, ai mund me t'i thonë fjalët më të rënda, ti duhesh mu përgatit edhe për këtë sen. Kjo nuk e ka kuptimin mu dorëzu e mu tërheq. S'kam shka të bëj, shka të dush ban, përkundrazit xhamat. Duhesh me bë durim, me zgjedh një kohë të përshtatshme, vendin e përshtatshëm, edhe pastaj me këshillu apo me sugjeru ata. Mos e mendo vetën, në fakt, mos mendo vetën për vetën tënde. Kështu xhamat pra, nëse mendon vetëm për vetën tënde, mbetesh si individ. E individi sa do I fortë jetë, e xhamati sa do të ketë gabime, xhamati është më I mirë dhe më I dashur dhe më I fortë tek Allahu se individi I cili është I fortë. Kështu këta ta kemi si rregull xhamat. Mos mendo vetëm për vetën tënde. Unë për vetë jam mirë. Çka dojë le të bëj, si jam të pas çat gali, gabim fatal xhamat. Individi sa do të jetë I fortë, përsëri mbetet individ. A xhamati sa do të ketë gabime, është përsëri më I fortë se që ki individi që peshe vetën shumë I fortë. Kështu, besimtari xhamat duhet mundohet pra që jetën e tij gjithë ne pra ta kalojmë në përshmëri dhe të jemi pra sa më afër njëri me tjetrin. Kur thot pejgamberi alayhis salam, nëse të kërkon në këshill, këshilloje nga zemra, këshilloje me dije, me argumente, këshilloje me urtësi, me vendin e përshtatshëm, në kohën e përshtatshme, duke përdorur fjalë të buta, po të njëjtën kohë, ai I cili ti të këshillon pra pranoje gabimin, kërko nëse ki do një lëshim, kërko nëse ki do një gabim, kërit që to në bojnë pra një ndërtes shumë e fortë, me I nejtë pra karshi atyre të cilët dëshirojnë pra me na pa neve, jo mirë e me na pa të përqarë me zveti. Prandaj kjo është një nga këshillat që pejgamberi alayhis salam ia ka dhënë shokut të tij pra që vlen edhe për mu, edhe për ti. Lutim Allahun e madhnueshëm që aty ku jemi mirë, ta ndihmojmë pra të shetrim për të mirë, e aty ku kemi gabime dhe lëshime pra të përmirësohem me zvete. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ka thonë dhe ju ndihmoni, bashkëpunoni me zvete në mirësi dhe në devotshmëri. Ka thonë edhe mos u ndihmoni në armiqësi e në punë të liga. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.